Një rast i pazakontë është regjistruar të hënën në zonën turistike të Shëngjinit, kur një burr nga Kosova u raportua fillimisht si i zhdukur dhe madje u dyshua se ishte mbytur në det. Familjarët e tij kishin ngritur shqetësim pasi ai ishte larguar dhe nuk ishte kthyer për një kohë të gjatë, duke bërë që të njoftohen edhe autoritetet dhe të krijohet alarm për një ngjarje të mundshme tragjike. Por situata mori një kthes krejt tjetër, kur u konstatua se burri ishte shëndoshe mirë dhe po kalonte kohën në një kafiteri lokale, duke pirë kafe dhe duke pushuar, pa qenë i vetëdijshëm për shqetësimin që kishte shkaktuar. Pas sqarimit të situatës, ai është ribashkuar me familjen e tij, ndërsa rasti është mbyllur si një alarm i rrem që shkaktoi panik të panevojshëm.